Faqja e njohur e udhëtimeve Booking.com psoi një sulm kibernetik në të cilin hakerët vodhën informacionin e klientëve duke përfshirë detajet e rezervimit. Disa përdorues raportuan se morën emaile nga Booking.com duke i paralajmëruar ata se palë të treta të pa autorizuara mund të kenë aksesuar informacione të caktuara të rezervimit të lidhura me rezervimin tuaj. Kohët e fundit kemi vënë re aktivitet të dyshim që prek disa rezervime dhe menjëherë kemi ndërmarrë veprime për të kontrolluar problemin, shkroi faqja. Kompania sqaroi se asnjë adresë përdoruesi nuk ishte komprometuar, duke sugjeruar në vend të kësaj se informacioni i adresës së akomodimit kishte rrjedhur. Megjithatë, incidenti rrezikon t'i ekspozoj klientët e prekur ndaj mashtrimeve të mundshme. Disa përdorues të Reddit kanë raportuar tashmë se kanë marrë mesazhe mashtrimi në WhatsApp në lidhje me rezervimet e tyre. Megjithatë, është e paqartë nëse hakerët kanë pasur mundësinë të shfrytëzojnë dobësinë më parë. Korporata australiane e transmetimeve raporton se një përdorues i Booking.com mori një telefonat në dhjetor nga dikush që pretendonte të ishte agent i Booking, por që në fakt ishte një mashtrues që synonte të vidhte informacionin e kartës së kreditit të tij. Kur u pyet për këtë çështje, Booking thjesht deklaroi: "Ne jemi të përkushtuar për sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave të klientëve tanë." Kompania nuk specifikoi se sa përdorues u prekën ose kush mund të jetë përgjegjës për shkeljen.